Una ruga! Vesh pak, desa për më një zhidhe ka. Ja, që shtas të veqe e rrinë. Jej, qëra! Shtetin e nu. Do t'i lutesha që të tapetin e kusht nga Ilironi të bëjmë në ceremoninë zyrtare të pranimit të certifikimit të Bujer Muli si rekordmeni njeriu që ka ngritur 2.000 pesha mbi trupin e tij dhe po rikthejmë rekordin e tij në librin Guinness. Do t'i lutesha përzemërsisht që nga Ilironi hapësirë. Bujar në sollë kurtun kushtri, në drodha zemrën të gjithve, por bërë një kthesë të histori. Jemi krenar të gjithë me ty, dhe të aksojmë në sukses të përbashkët. Urime për zemërsisht të jetë për gjithë atyre që ishin kushtar të këtij suksesi tuaj, që nga ka krenar familjen tënde, kushtrin, Kosovën, gjithë ato e qytetare. Tani me knaqësi kaloj fjalën drejtarit të jurisë së librit Guinness për pjesën zyrtare të ceremonisë dhe pranimin e certifikimit të bujarit. Do të mundohemi që replika të shkurtra të bëjmë përkëthimin e fjalës të tij. First of all, I'd like to say congratulations and thank you for having me here today, as well as a privilege and honor to be here in Kosovo to adjudicate this record attempt. Përpara së gjithash më lejoni që ju përgëzoj dhe ishte kënaqësia të jem në mesin tuaj për të ndjekur këtë sfidë në ushtri, ai fillimisht po e përgëzon për këtë arritje. There's a few things that I would like to highlight on today's achievement. Unë dua që të nënvizoj disa gjëra kryesore për këtë arritje. First of all, the strength and endurance and mentality of Bujo on the display of the performance itself. Së pari për qëndrueshmërinë e tij, stabilitetin për të realizuar vetë këtë sfidë, të rekord, but also for the many years of training that he's had to put in to be able to get to a point today to attempt a record like this. Dhe gjithashtu për gjitha vitet e trajnimit që e dashur të bëj për të arritur deri në këtë pikë për të realizuar këtë rekord botëror sot. But to be broken and come back and regain your title shows character and a truly impressive individual. E gjithë kjo sfidë, kjo arritje, këtë ushtrime, kjo qëndrueshmëri tregojnë edhe një herë karakterin e tij, stabilitetin dhe qëndrueshmërinë për të rikthyer këtë rekord. So now it gives me great pleasure to announce you're officially amazing. Please put your hands together. Congratulations, Bujo. You're now a Guinness World Records title holder once again.
Dhe o pasaj, do të bërë pronësimi për të gjithë domenat prezente që kanë nderuar të shkruajnë Presin fotografi familjar dhe të bërë pronësimi për veta. Me të i gjithë që ishtë pjesë të kësaj ngjarje të rrallë në boksove të paposërisht në Kosovo. What does this record means to Kosovo and this young sports? The record attempt today was a truly impressive display of strength, not just physically, but mentally as well, to be able to withstand such a heavy load. And of course, any world record like this that's achieved is truly significant and a piece in history. Do you think this record will break in any years? And how many years will it take to break this record? Yeah, every time humanity seems to be able to push a boundary on a record, we all think that it can never be achieved. But Biyar showed us that when he had the record title himself, it got broken, and he's come back and broken it again today with a new level. So I think this one will stand for a while. Thank you. You're welcome. Aka besim të Bujari. Ngreni më mbrapa, jeni okej? Hajde, shkojmë. A ke diçka? Bujar, çfarë do të thotë ky çmim për ty dhe për Kosovën? Ky çmim është një çmim shumë i vlefshëm, pas shumë sakrifica, ushtrime, lëndime, arritëm me kurorizu, me finalizu një rekord për 2000 kg ku nuk ka mujt deri sot askush me mbajt 2000 kg pjesën e përparme të trupit. Andaj jam shumë i kënaqur që unë shtetin tam, qytetin tam, kam arrit me shti në një libër për libra më të famshëm që është në botë, qashen e sportit, librin e Guinnessit, për dytën herë. Shpresoj që s'kena mundollë edhe me kash, për arsye se kem plane akoma tjera, po deri sa t'ju vjen koha edhe aty. Kështu që dua t'i falenderoj këtë organizatorët, këtë shokët që më kanë ndihmu, komunën, kryetarin, këtë që më kanë ndihmu deri sot, dua t'i falenderoj edhe ka dhosh Zoti, nuk ja çova mundin poshtë, po arrita me sjell qytetin tim një certifikat që ka vlerë shumë të madhe, që tregon se jam njeriu i parë në botë që i kam bajt 2000 kg. Do me thonë është thyja i limiti që askush në botë që ka majt 2000 kg, do me thonë unë jam njeri i parë në botë që kam arrit me bajt 2000 kg. Mirë Bujari, përmene sakrificat, lodhjen, stresin. A e ke mendu në erë që do të më të rjekë sepse është e ka mundur? Po, e ku mendu kurdes. Vetëm kurdes, do me thonë paramenojën e më largu për këtij sporti. Përderisa e kam frymarin edhe kam forcë, nuk guxoj me thonë kërkujna si tërhekna, për arsye se energjia që e kam brenda vetes nuk më lejon. Automatikisht do të thonë më shtin me bëna i rekord ose me çuna i peshë ose diçka. Mirë, se të ka morë kohë përgatitje, se na peshomi vetëm finalen. Po atë çka e ka pru ty deri në çet situatë na s'kem po gjë. Sa të ka marrë? Po koha ka qenë afër një vit, për arsye se i na dash non stop me kon kontakt me anëtarët e Guinnessit, edhe këta jo çdo herë mënën me ta kthy emailin, po shumë herë ka raste që do të më prit deri 3 javë apo 1 muaj. Sa përket ushtrimeve dhe ushtrimet e kena pas intenzive, kena ushtruar maksimalisht me pesha shumë trona për me forcu trupin, për arsye se nuk kum pas mundësi me testu veten me ciment ose me diçka tjetër, po e kum forcu trupin me fitness, me pesha trona, edhe ka dashur Zoti që pata sukses edhe arrita me finalizu 2000 kg. Bujar, cilat janë synimet e tua për të ardhmen? Po, njëri prej synimeve që kam në tani është edhe kam fillu shumë shpejt më përgatit me helikopter për me pru edhe atë rekord që se ka kërkush në botë për me ngrit helikopterin me krahror. Edhe shpresoj që inshallah do Zoti i gjojna një sponsor për arsye se kosto shumë e madhe. Nëse do Zoti arrin me gjetë një sponsor, edhe ai rekord ka marrë në vështre duke u kanë bo njeri parë që ka me mbajt helikopterin mbi supe dikon ofër 30 sekundë ose 40 sekundë në varet tash juria Guinnessit sa pas sekundë. Mirë Bujar, këtë për fond për ju nga rëndësia. Nëse krerës shtetënore shohin qit video, cili është mesazhi jot?
Po qoftë se e shohin këtë video, atëherë unë ju them se në Kosovë ka njerëz shumë fort, vetëm se doni mi përhro pak më shumë, edhe kem gjosa që edhe kampionin me fitu në për garat që janë për shembull strongman me pak financim, ke mundësi domethënë me marr pjesë edhe në për gara botërore, edhe me arrit finalizimin edhe me sill vendin e parë në botë në Kosovë si njëri i parë në botë që ka marrë pjesë në strongman edhe me fitu vendin e parë për një disiplinë shembull, bëj deadlift ose squat ose diçka çështë. Po problemi është që përkrahja jonë është pak e zbet nga shteti, për arsye se kanë edhe ata probleme të veta, po tash këshilla e është që mi përkrah sportista sa më shumë se sporti e çon Kosovën shumë përpara. Kujt ja dedikon këtë sukses? Po unë e kuptoj si suksesin ja dedikoj familjes, ja dedikoj edhe këtë sukses duhet ja dedikoj edhe 4 pjesëtarëve të ushtrisë ligjore të Kosovës që gjenden hok, shpresoj që shumë shpejt kanë marrë Kosovë, edhe aty më ja dedikoj edhe këtë sukses edhe këtë certifikat, këtë 3 kartë.